Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Autoritetet e Kosovës kryen ngërmime të martë në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varrezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i Detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelar Zveçla, tha se ngërmimet vijnë pas hetimeve 2 vjeçare dhe arrestimit të 2 të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varrezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa ngërmimet vazhdojnë. Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këtu përgjigje t'ja lëm kohës, e cila do t'jetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore. Më herët prokuroria tha në njoftim se 2 burra të arrestuar të hënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi i tyres së presidentes Albulena Xhiu, gjeten një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për t'i dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë për krah time të plot nga vlerësimi i gjithësanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminime mjekoligjore e deri tek identifikimi i plot i viktimave, gjithmonë në përpjekje për t'u përgjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhjen e më të dashurve të tyre, deklaroi Xhiu. Edhe Ministri e Drejtësisë e Kosovës, Donika Gërvalla, deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mira familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre. Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjëra të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë. Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudhën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë dhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Ade Hetemi, sqaroi nisjen e një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj 2 personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për vepër penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokut është se ato mund t'i përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministri i Detyrë Albin Kurti. Dyshimi yni menjëhershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve, 23 sosh, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhunshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualëve në Mitrovicë. Sipas tij, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë e pashqyrtuar më herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja e Albin Kurtit për bashkësi ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë. Mosbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë,
është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ikë përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin tonë gjatë luftës së fundit. Politik. Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën europiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtojë reformat dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Franca është garante për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, gjatë vizitës në Prishtinë, nënvizoi se prania e tij është dëshmi e besimit francez në Kosovë dhe premtoi se do të punojnë që Kosova të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar për antarësimin e Kosovës në shumë mekanizma europiane. Me zëvendës kryeministrin biseduam për këtë dhe do të punojmë së bashku që qytetarët e Kosovës të integrohen sa më shpejt që të jetë mundur, tha ministri francez për Europën. Komiteti minoritar kanë të drejtën sipas kushtetutës për të mbrojtur ligjërisht që të jenë në gjendje që të marrin pjesë dhe është në interesin më të mirë të secilit. Marrëveshja 14 mars ligjin për të huaj mes BE-s dhe Kosovës për shembull i mirë i qasjes që do duhet ndjekej dhe këto marrëveshje duhet të implementohen plotni. Ai vlerësoi se në shkrimin marrëveshjeve krijon një bazë të re për zhvillimin e agjendës së përbashkët dhe hap rrugën për forcimin dhe thillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri në detyrë i punëve të jashtme të diasporës Kosovës, Glau Konjusa, pas nënshkrimit të 4 marrëveshjeve me ministrin francez për Europën, Benjamin Haddad, theksoi mirënjohjen për mbështetjen shtetërore dhe ka thënë se Europa është zgjedhja e Kosovës. Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejtë e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian. Duke komentuar retorikën kriminale të Serbisë dhe thirrjen e vazhdueshme për përsëritjen e luftës, Konjusa vlerësoi se paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e së kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon në sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate dhe mbetemi të përkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar. Zëvendës kryeministra e Ministrit e Drejtësisë në detyrë në Kosovë, Donika Grballa, tha se 2 marrëveshjet e reja ndërkombëtare me Francën në fushën e drejtësisë krijojnë mekanizma më të mirë për bashkëpunim. Sipas saj, këto marrëveshje janë një lajm i mirë për drejtësinë dhe qytetarët, por një lajm i keq për grupet kriminale, pasi do të forcojnë ndjeshëm kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe Francës për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe format e reja të kriminalitetit ndërkufitar, duke siguruar që askush të mos gjejë stre nga drejtësia përtej kufive shtetëror. Askush nuk guxon që të jetë mbi ligjin, paralajmëroi zëvendës kryeministria dhe ministre në detyrë e Kosovës, Donika Grballa. Menim të dialogut dhe stabilitetit në rajone, komentoi kryenegociatori i Kosovës Agron Bajrami deklaratën e presidentit Aleksandar Vučić se Kosova është pjesë e Serbisë. Përmes rrjeteve sociale ai paralajmëroi se nuk mund të ketë dialog të besueshëm, ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër. Sipas tij, Beogradi vazhdon të riciklojë gjuhën e viteve 90, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk do të negociojë ekzistencën e saj. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, Glau Konjusa, paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetvendosje. Konjusa garantoi mbështetje për të. Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetari i kuvendit e tashmë e kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky më mërmenja që do të jetë po ashtu propozimi i njëjtë. Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt të institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë e takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf.
Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdixhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet, domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Alianca për Perëndimërinë e Kosovës paralajmëroi për zgjedhjet parakohshme, ndërsa ka theksuar se para se të shkohet në një proces të rizgjedhor duhet krijohet një qeveri teknike. Daud Haradinaj nga Alianca akuzoi kryeministin Albin Kurti se po e shfrytëzon aparatin shtetëror për përfitime elektorale, duke pretenduar se ai nuk po garon si kryetari një partie politike, por nga pozita e pushtetit. Haradinaj kërkon një qeveri të përkohshme, pjesëmarrje në gjitha subjekteve politike, përfshirje dhe lëvizjen vetëvendosje me qëllim organizimin e zgjedhjeve në mënyrë transparente dhe në kushte të barabarta. Alianca për Perëndimërinë e Kosovës nuk të riqet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aliancës Besnik Tahiri për ekonomia online sqaroi edhe një herë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore. Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe kërkon demokraci. Dhe në këto 3 pika, ajo që Alianca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Kosovën. Alianca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtim në një termocentrali me thëngjell, rritjen e pragut të TVSH nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plot të projekteve infrastrukturore dhe krijimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë. Aktualitet. Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës, Albulena Xhiu me admiralin George Wikoff, komandanti komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Xhiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli të Italisë, admirali amerikan George Wikoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën. Benjamin Haddad shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit. Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tanë francezë të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombëshe është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.